edhe gjyqi partizani dënon me vdekje. Wow. Po, se ne themi kështu, po e di që edhe balli kombëtar po të shikosh rregulloren e ballit kombëtar nga 21 a 22 masa 18-19 për tyre janë gjithmonë me vdekje, edhe balli kombëtar 101 në rrugë. U largove nga vendoroja dënim me vdekje. Je në luftë. Një sekondë, më tregove një këtë se tani. Për vetëm një kishin vjedhur 100 apo vitsha kishin vjedhur, gjyqi partizan i dënoi me vdekje. Por Enver Hoxha duhet të jepte sikudo, do thënë zbatimin e vendimit, fjalën e fundit. Edhe aty ku ishte Enver Hoxha, Dušan Mugosha, Mehmet Shehu, pra të gjithë drejtuesit. Edhe i shkon partizani dhe i thot që shoku komandant, kështu vendimi u mor kështu, pra me vdekje. Edhe tani ju si thoni. Enver Hoxha sigurisht që kaloi në një moment po mendoj. Ndërkohë që i dhe Dušani thot, po zbatohet vendimi padyshim thot, morali partizane. Dhe Enver Hoxha nuk flet po i vë dorën në gjoks edhe e shtyn. Do thënë që mos fol. Enveri ka shtyr Dušanin? Po, dhe Miladini tregon plot raste të tilla, kuptimin Miladini do thënë i tregon profesor Kristo në fakt, në kujtimet e tij. Dhe Enver Hoxha pyet partizanin, po si mendon ti, thot. Dhe partizani me sa duket qelloi pak i gojë, thot, po ne sot po them po krijojmë brigadën e parë dhe ta inaugurojmë me gjak partizani, thot. Mos të ekzekutohen, morën dënim tjetër ata, një mas tjetër disiplinore. Do të thënë, nuk duhet të shikojmë dhe po të lexojmë pashtu dhe profesor Kriston që kanë ditur disa muaj në një bazë i fshehur gjatë vitit 42 me Miladin Popovicin, e tregon në këtë marrëdhënie, ku Miladini veti thotë që ne vërtet jemi këtu për të këshilluar, por na vijnë gjitha vendimet. A ju dëgjon? I thotë, a ju dëgjojnë? Komiteti qendror i thot Kristo Miladinit, herë na dëgjojnë, herë nuk na dëgjojnë. Pra, nuk duhet menduar, sepse edhe këtu vim në atë pikën që duhet ta shikojmë më me kujdes, e para për shkak të vërtetësisë historike, dhe e dyta, po nuk është ndonjë kënaqësi e madhe për që qofshi dhe komunisti shash shqiptarët ti bësh si vegla dikujt tjetër. Sa ka vrarë? Kështu që jam i mendimit që sa interesa kishin që të dy, përsa i përket interesave jugoslave, po kaq mirë edhe Enver Hoxha diti me të dy të luaj dhe të marrë përfitimin e tij politik. Sa ka vrarë Dušan Mugosha? Sa shqiptar ka vrarë Dušan Mugosha? Tani nuk mund të them dot numër, por Dušan Mugosha ishte gjakatar, e ka treguar gjatë kohë, sepse Dušani kështu bëndarja, ishte i terrenit, Miladini ishte i letrave, pra ishte i intelektuali që sa ka vrarë? Po nuk të them dot. Po flas një historian serioz tani, unë besoj shumë ty. Po se nuk jam marrë ndonjëherë të numëroj. Ajo dëshmia e Xhelal Saraveckës po ngel një dëshmi, por që po 70 sa thotë Dušan Mugosha, atë që unë them është që dhe më shumë po të kishte vrarë, prapë do kishte ngelur ndoshta i kënaqur, sepse i tillë ishte. Pra ishte i tillë. Madje, po të duash përderisa jemi duke folur për ta të dy, është ata që ka gishtën vrasin e shokut i dhe Miladin Popovicit. Dušani? Po, e jema e Miladinit nuk e priti Dušanin në varrim. Nuk pranoj që Dušani merrte pjesë. Po kjo është një histori që na largon. Është e zbardhur vrasja e Miladin Popovicit për ty? Për mua është e zbardhur, për mua është përdorur siç ndodh rëndom dora një shqiptari për interesat jugoslave. Pra të shërbimit të shtetit jugosllav ose nuk është për mosmbajtjen e fjalës së tij që jo për Kosovën. Kundrazi e dokumentuar është që 3-4 javë para se të vritej, Miladin Popović në Beograd me Titon ka bërë një debat shumë të ashpër për sa i përket Kosovës dhe i ka thënë, unë po perifrazoj tani, që u dhe fjalën shqiptarëve të Kosovës vendosin, tani mbaje fjalën. I ka thënë Miladini Titos. Jo se i donte shqiptarët, se ne nga ashtu besonte si internacionalist që ishte, mendonte që çfarë i tha Tito? Po sigurisht që u debatua dhe në mënyrë të befasishme mbas 3 javësh vritet. Po Dušani si përfundoi? Dušani u bë, pra në këtë kohë nuk u bë zvendësi Miladinit, zvendësi Miladinit pra u bë ish ministri i brendshëm malazes, por Dušani që zvendësi i tij. Ama realisht Dušani ngeli në Kosovë gjithmonë violinë e parë, po e përdor në aspektin. Deri në cilin vit? Deke natyrale, nuk ka psuar gjë. Jo, s'ka psuar gjë. Por për ta mbyllur këtë gjë së rëndësishme, vrasja e Miladin Popovicit u shfrytëzua jugoslavët për të bërë terror në shqiptar dhe po të duash, ky terror ka të bëjë edhe me masakrën e Tivarit.
Kështu që ngjarjet janë të shumë të ti, i thua kështu, prita, dale frenoje, prita. Se në ekran. Te mukja. Jo, pritani, domethënë gjithë masakrat e Tivarit është bërë si justifikim quasi. Nga dalë ty se unë e di që ti e kap dhe e di, por për dhe mund ta shndrojmë po duash edhe me kolegë në debat, vrasja e Miladin Popovicit është shfrytzuar për terror ndaj popullsisë shqiptare të Kosovës deri në Tivar. Tani, pyetja ime është, pas këtyre dyve Vukmanović Tempo, si funksiononte? Largimi i të dyve këtyre ndodh në gusht të 24-s, mire kam, dhe ndodh para plenumit të Beratit. Dhe është një ndrim jo i parasësishëm nga Tito, se që të dy, se ti shikon foton, sigurisht që ndërmjet tyre u krijua një marrëdhënie shoqërore, sidomos ndërmjet Miladinit dhe Enver Hoxhës. Tushani pak më larg. Këta erdhën si të deleguar, këta dërgoi Partia Komuniste Jugoslave si përfaqësues, debati për do që drojë. Pse dërgoi Partia Komuniste Polonisë, për shembull, po Jugosllavisë më burr. Se internacionalist. Sepse gjeografikisht, por edhe brenda Ballkanit, dhe mos harrojmë që Partia mbulonte Jugosllavia. Siç të mbuloi deri në 48-ën, ku çdo komunikim kalonte nëpërmjet Beogradit. Pra Stalini me Shqipërinë është rasti i parë që vendosi që dy parti komuniste mos të komunikojnë drejt për drejt, por nëpërmjet një treti siç ishte Beogradi. Po kjo është çështje tjetër. Në gusht të 44-s largohen, vjen ekipi tjetër. Kush ishin? Unë në emrat jam, sidomos edhe slav janë më dobët. Do më me viç, është e sigurt. Pra pashtesa është e sigurt, por janë tre. Tre? Po jo, Vukmanović Tempo nuk ishte te këta? Po jo, me këta ishte edhe ky, sigurisht. Por ekipi zvendësues erdhi për të prishur pikërisht të raport miqësor që ishte krijuar. Ata erdhën me qëllimin për ta rrëzuar. E vërtet? Po, patyshim. Sepse po mbaronte lufta, tani duhet të ndryshonin balanca dhe drejtuesit me qëllim që ta kishin më të lehtë planin e tyre. Çfarë bërin bashkimin? Bëri atë autokritikën aty që një pjesë e lexove, edhe arriti domethënë që të shpëtojë nga ajo gjë, nuk u arrit shkarkimi dhe kjo pjesë unë mendoj e kësaj autokritike dhe të kësaj manovre politike, Enver Hoxha e tregoi që ishte mjeshtër. Nga Berati derisa vdiq për sa i përket mënyrës se si vepronte dhe pra një merit nuk mund t'ja ham që ishte mjeshtër ushtrimi i pushtetit. Pra kjo gjë nuk. Po gjithmonë do të dy ishin vetëm. Tani pastaj erdhi tani përbërja etnike e tyre, unë nuk e di. Jo flasëm dy Jugoslav. Por pastaj kemi ardhjen e shtabit Jugoslav, pastaj kemi fuqizimin, po padyshim. Tani erdhën këtu serbët, unë nuk kryq. Këtu është dhe momenti që vjen edhe majori Ivanov i famshëm, pra që ti Rusia. Pra, për t'u kthyer përsëri te Mukja, unë e përjashtoj kushtin nga Jugoslavët, sepse nuk kishte nevojë, sikurse e thash, sepse Mukja është veprim politik dhe kërkonte po ashtu reagim politik dhe si forcë politike Partia Komuniste nuk mund të lëshonte terren ndërkohë që e kishte fituar një pjesë mirë të Shqipërisë. Një nga studiuesit e luftës së dytë botërore dhe të konferencës Mukës kanë nxjerrë dhe studimeve Uran Butka, ne kemi pasur rastin që të bëjmë edhe një debat face to face në një emision tim, ai thot, janë këto shkaqet e prishjes së marrëveshjes Mukjes. Me këtë marrëveshje goditeshin interesat e pari, interesat jugoslave për Kosovën, si dhe sulmimet jugoslave ndaj Shqipërisë. Në një dy marrëveshjes që shprehte për një Shqipëri të shprehej, për një Shqipëri të pavarur dhe etnike, i tërboi jo vetëm përfaqësuesit e Partisë Komuniste Jugoslave. Si e mati tërbimin ky zotëria? Tani nuk shkruhet, por nuk shkruhet në histori tani, tërboj atë Shmeti tani unë se kam tuti thua si e mande këtu. Tani të lutem tani. Geni, të lutem se unë të kam mik, po se kam Uranin këtu tani të them ty. Me atë zot. Shkaku i dytë i prishjes një anshëm të marrëveshjes ishte çështja e pushtetit. Frika se pushteti mund të ndahet me forcat nacionaliste e forcat e tjera, këtë e thua dhe ti kështu thua. Po më. Po jo. Shkaku i tretë ishte se i hapë rruga plotësisht vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri. Tani ndryshimi nuk duhet merren fare me zotrin, fakt as personalisht jo, po as në mënyrë shkencore, sepse jam i mendimit që e kam thënë dhe ndoshta diku tjetër, do të them vetëm një fjali që është një ndër ata që ka tjetërsuar shumë realitete historike për sa i përket
edhe duke mos qenë as i fushës fare, se kështu unë e them gjithmonë është bërë sport popullor tani, kur s'ke ç'bën hajde merremi me historinë, nese. Tani unë flas për vendime të marra dhe për logjik normale, aty flitet me tërbim, edhe jo po ai mendonte kështu se duhet kishte qenë kështu, këto janë pallavra, nuk flitet histori kështu. Më vjen keq që e them. Edhe jam jo etik tani. Unë flas për vendime, parimi vetvendosjes, thuhet Mukje. Luftë ndaj pushtuesve, marrëveshje ndërkohë, negociata me gjermanët që kundër jush do luftojmë, që në 42-shin, fund 42-shit po deshe. Tani këto janë element edhe piketa ku ne zhvillojmë vlerësimin historik, diskutimin. Jo që nuk mund gabonte Mitat Frashëri se deshe vendim, po mërë pa dyshim që deshe vendim Mitat Frashëri, pa dyshim që ka merita shumë për Shqipërinë, absolutisht po mërë. A ishte në rëgja produkt serb Jugoslav? Nuk e besoj. Si politikan? Unë nuk e shikoj kështu. Një akuzë është edhe që konsulli në Korçë, Stanoje Simić ky si ai futbollisti, ka rekrutuar Enver Hoxhën. Unë nuk e di. Nuk e di se s'kam parë gjë që të them, nuk u besoj dot kësaj gjë. Unë di them këtë gjë se po e ripërsërisim. Enver Hoxha e shfrytëzoi praninë dhe miqësinë që lidhi me të dy Jugoslavët, sidomos me Miladinin, për të përfituar politikisht dhe për të marrë atë pozicion që mori. E shiti? Njëra anë. Po si mund shesësh një gjë që se ke? Kur e kishe që ta shiste? Kjo është shpreh Pascal Milos. Jo, kjo është e imja. E kam marrë ai nga ty? Nuk e di. Po unë këtë kam them dhe ora është logjike, mund të jetë edhe 10 tjerëve, se s'ka lidhje fare. Si mund shesësh një gjë që se ke? Tani, këtu flitet për vendime, për një Shqipëri etnike, e cila do realizohet, pra e para një fjala etnike, sigurisht që hapte sa pazare tjera që kush e bëri, kush e ndau Shqipërinë fundit do bëri dhe. A ishin përsëri këta që u mblodhen tavolinë e 26-të? Ekzistonte mundësia zoti Kasmik që Shqipëria ta merrte Kosovën? Nuk mund të ekzistonte sepse ata ishtë fuqitë e mëdha, konferencë e paqes të njëjtët njerëz përsëri, e njëjta politik në tavolinë, dhe unë mendoj që konferenca historikisht, tani konferenca e 13-s ka diktuar dhe do vazhdoj të diktoj këtë ndarje territoriale shtetërore, sepse janë çështje të mbyllura. Tani këtu thuhet që do luftoj, nga ana tjetër gjermanëve u thuhet që nuk luftojmë kundër jush, në vazhdimsi. Me njerë pastaj duke përdorur ta shququar në luftë civile, u hodhen që në shtator 43-shit në mënyrë organizuar në luftë me gjermanët për qëllime politike. Por nuk është bashkëpunim ideologjik, duhet jemi të qartë. Bashkëpunimi ka disa kategori. Ky ishte bashkëpunim pragmatist politik me forcën e armëve gjermane, të shkatrojmë kundërshtarin politik, të ngelin faktori vetëm pushteti. Të dyja krahët janë në orientim pushteti, normale, janë forca politike. Por ajo që bën dallimin është si po shkon drejt pushtetit. Do të shkosh duke luftuar kundërshtarin tënd me armën e gjermane, duke thënë që ti e prishe Mukjen, ndaj Mukja është krye fjalë, se justifikon shumë dështime. Dhe unë nuk shaj, unë kritikoj në mënyrë historike, se e quaj vërtet përgjegjëse këtë dështim. Pret nga historianët serb polemika, se unë besoj do ketë. Po me siguri, padyshim që po. Po kështu funksionon, pra është, ore mund të jetë edhe polak, po ja fuskot tani. Jo, po sema polak, jo po estoner tani. Është këtë normale, çdo temë nxehtë që sillet në një thes, diskutohet. Domethënë, për ta ndarë kemi edhe dy foto tjera, mos gaboj, ju lutem. Regjia? Mos gaboj, kemi një foto? Kemi? Kjo është e gazetës Koha e Jon. Jo, foto tjetër një, pastaj ajo Dider. Referencën e ke nga Dideri, pra marrëdhënë. Atë që ti përmende. Po e përmenda sepse si thash, tani ka disa probleme, unë po them dy më kryesorët, për sa i përket këtij botimi. E para është botimi 48-s. Mukje ka se ndonjëherë e lexoj Mukaj. Po Mukje, por që unë e di Mukje. Tani britanikët çfarë qëndrimi mbajnë? Tani britanikët sigurisht që këtu ka një element të ri që sipas burimeve gjermane thotë që edhe kolonel Crispi, pra shqipfolës që i ka zogut, pra ai oficeri britanik, thotë që ka marrë pjesë në tapiz, ndërkohë që burime të tjera nuk na konfirmojnë. Por ajo që është e sigurt, ajo që është dokumentuar është që britanikët ishin pro këtij bashkimi, sepse duhej që të bashkoheshin, po patjetër, sepse çdo ushtari gjerman i vrarë këtu do thotë kursimi një jete ushtari britanik kur do bëj Normandia. Domethënë, dhe nuk i hynin fare.
në mukje, në tapiz pretendohet për Krispin, vetëm gjermanët e thonë, jo. S'ka situatë Jugoslavës, as fare. Jo, pra sepse... As Britani. Pra ka një term që nga prita këta ranë kundër prit, sepse vajtëm për t'i marrë me vete, i morën ata me vete. Do thënë që u... Tani, zoti Kasmi, ka një analogji, kemi foto tjetër një për ta mbyllur këtë, s'kemi foto tjetër. Okej, tani, zoti Kasmi, kjo ishte një nga luftat e shqiptarëve, po kemi bërë dhe një luftë dhe epopet tjetër atë të UÇK-s. Sigurisht nuk ka paralelizëm, sepse është komplet një gjë tjetër, por në Hag ndodhen krerët e UÇK-s, ata që drejtuan rezistencën e armatosur të shqiptarëve gjatë asaj ofensive dhe genocidit më të madh të cilësuar nga çdo historian studius, mbas genocidit ndaj hebrejve të luftës botërore. Genocidi ndaj shqiptarëve është i dyti më i madh. Ata sot ndodhen në Hag. Unë do doja mendimin e një studiusi, një historiani, që nëse mund mos ndjekësh për ditë ato lajmet e vogla, por atje tashmë ka disa dëshmitarë si James Rubin, si shtëpisë Bardh, edhe i Departamentit të Shtetit, dhe funksionarëve të tjerë. Po pra, fatkeqësisht po shikojmë që dëshmitar pro asaj lufte të drejtë, se po more komandantët e luftës të UÇK-s e t'i çosh në Hag, praktikisht ke çuar gjithë UÇK-n, se s'do merren me ata drejtojnë me ushtarët. Dhe fatkeqësia si gjithmonë, apo si shumë herë që ndodh me shqiptarët, është që të huajt, rasti konkret pra të gjithë përfaqësues dhe të tjerë, se u përmendet një zotri, po dhe të tjerë, mbrojnë më shumë shqiptarët se sa duhet ta mbronin vetë shqiptarët këtë gjë. Pra, shkon të vësh dyshim luftën e Kosovës. Të mundohesh ti tjetërsosh natyrën luftës shlirimtare, aq sa kishte mundësi, se gjithmonë për mundësi flitet. Po. Se s'mund flitej për luftë frontale tani që të kishte raketa e topa e UÇK-ja. Por të mohosh atë qendres, të mohosh të gjithë atë vuajtje, atë humbje, ato jetë njerëzore që u shkaktuan atë luftë, dhe të vësh dyshim karakterin e saj çlirimtar dhe kombëtar, është ndoshta veprimi, flas për pjesën tonë shqiptare, se të huajt mund mendojnë që duan në gjykat, është veprimi ndoshta më antikombëtar që mund bash sot ndaj Kosovës dhe shqiptarisë në tërësinë e saj. Dhe për fatkeq po shikojmë që po përdoren, si edhe në luftën e dytë, nëse do të bëjmë një paralelizëm, po përdoren duar shqiptarësh për të nxjerrë nga zjarri gështenjat e nxehta për llogari të qarqeve. Je duke thënë që po rishikohet edhe si histori? Unë jam duke thënë që me këtë veprim tregohet që trashëgimia historike e UÇK-s është në një rrezik shumë të madh, sepse mund të pësoj, dhe po vazhdoj kështu, do ta pësoj të njëjtin proces revizionues sikurse e kaloi dhe qendresa e shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore. Po bëhet shumë më shpejt. Ky është problemi. Prisë ti i thua kështu këto, do të ti po thua që rishikimi i rezistencës së UÇK-s ti e krahason me rishikimin e rezistencës së shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore? Po marr dy periudha lufte, shqiptarësh, dhe po i krahasoj. Por për fat të keq duhet thënë që ky proces revizionues edhe nga kolegë në Kosovë po ecën me hapa shumë të shpejt se sa ndodhi në Shqipëri. Dhe në dëm të çështjes. Dhe kjo sigurisht e ka një shpjegim, sepse ne patëm atë periudhën 45 vjeçare ku kjo luftë u mbajt, edhe u tjetërsua, edhe u shtua, u përdor, ndërsa Kosova është shumë afër. Është shumë afër edhe ky tjetërsim po ecën me ritme shumë të shpejta. Dhe kështu ndodh, sepse kur të lexohen botimet mbas shumë vitesh, ata luftëtarët, përfshirë dhe komandantët, ndoshta nuk do jenë më, do i referohesh literaturës. Edhe tjetërsimi vjen gradualisht, por në dëm të çështjes kombëtare. Kështu që për mua, për sa i përket gjyqit, është po ashtu një vepër e shqiptarëve, më së shumti. Vepër e shqiptarëve? Më së shumti një vepër e shqiptarëve për përfitime politike, dalin gjithmonë te përfitimet, për përfitime ndoshta edhe ekonomike kështu me radhë, por që të gjykosh. Po shikon atë Hashim Thaçin atje? Tani sigurisht që edhe Hashimi drejtues ka qenë, a mund të ketë veprime vendimarrje të gabuara, po mund të ketë, por ka qenë si ushtarak, dhe një parim ushtarak është që më mirë një vendimarrje e gabuar se asnjë vendim fare. Kjo s'do thotë të shkosh në ekstrem, të kuptohemi. Por nuk mund gjykohet UÇK-ja në këtë prizëm tani. Edhe meraku është që me ndihmën e
politikës shqiptare aktuale të Kosovës, kjo gjë po shkon shumë ters, deri ndoshta ndënimin e tyre. Ndërkohë që kriminalizon gjithu që kënë, s'ke që i bën shërbim më të madh atyre që u intereson kjo punë. Nuk po i akuzoj, po është logjik, është vazhdim logjik. Tani ne duhet presim numrin tjetër këta historianë serb që të turrën ty? Po jo, nuk besoj se do më coptoj në kuptimin e kësaj, por që mendoj se do ketë reagime, sepse kështu funksionon shkenca e historisë. Ki dhe prit në kuptimin. Si kanë pritur kolegët e tu? Nuk e di. Ti e ishu, nuk e di, Robinson Crusoe. Nuk merrem shumë në këtë gjë, por që ajo që duhet thënë është që duhet të këmbgullim që në momentet saktuar të historisë mos i shërbejnë politikës kohës, apo sikurse të etiketojnë shumë kollaj sot. Momenti që kritikon njërën palë, padyshim me palën tjetër. Edhe janë kapur dhe vazhdojnë me ende rrim pas mukajt, pse? Sepse ka si në kohë të Enveri dikur, o shumë të mirë, o shumë të qi. Pra, ai e deshe shumë atë dheun, po si e matë më për e të shpejnë. Zoti Kasmi, unë të falenderoj shumë, ishte një bisedë shumë e këndshme dhe për më tepër që ti ke bërë një akt guximtari, po themi, që të botosh në gojën e ujkut, po themi. Unë ka marrë shumë riskje mbi vete, se dhe kur ta shikojnë lexuesit e ty, do kesh një palë që do fillojnë komentet e ty, do fillojnë edhe... Se botove atje? Jo, ti ke botuar në strofën e ujkut, se kjo është e bukur. Su pëlqejnë qëndrimet edhe fillojnë komentet pastaj. Por që unë e kam marrë parasysh këtë gjë, domethënë. Edhe është një nga arsyet që unë s'jam as në rrjetet sociale, se quaj kod humor, se po të vinë në mendim tamam në që si e në rrjetet sociale, di si thot Bill Gatesi, kur një biznes që nuk është në internet, nuk është në biznes. Ja, me biznesin tim u morëm sot. Po pra, në rrjetet sociale jemi, se jemi në YouTube. Po pra mirë, po unë i them aty ku i them edhe... Qartë. Zoti Kasmi, mund të falenderoj dhe të uroj suksese në botimet tuaja, me zi pres ato si do jenë ato të serbëve, edhe shpresoj që ti me argumentet e tua ti përmbysësh ata, do të fitoj kauza jote, ajo që ti studimi yt, dhe përsëri ne do ta diskutojmë. Me kënaqësi. Do ishte me vërtet shumë interesante. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.